Pse nuk morët një vendimmarrje për sa i përket listës së anëtarëve të Partisë Demokratike në KZZ? Shiko, të dyja përgjigjet që do jap qëndrojnë në fakt. Formalisht, po qëndron edhe kjo përgjigje, ne jemi në proces të verifikimit të dokumentacionit paraqitur nga Partia Demokratike në lidhje me propozimet për anëtar të KZZ-s, duke shtuar dhe faktin që kemi dy lista. Një listë ka ardhur e nënshkruar nga zoti Noka, shprehur ai në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, kështu e ka nënshkruar, dhe lista tjetër ka ardhur nga zoti Indrit Sefa, i cili është përfaqësues legjitim i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Edhe për të mos bërë hipokriti, sikurse e tham edhe në bashkëvizetimin e javës shkuar, timin e ju, situata është e tillë që do duhet të konkludojmë sot, nesër, pas nesër, po maksimumi deri në datën 7, mbi legjitimitetin e personit që do duhet të përfaqësoj interesat e Partisë Demokratike, më së pari në procesin e regjistrimit të saj si subjekt zgjedhor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtu fillon përgjigja e dytë, të themi, ose opsioni i dytë i përgjigjes, po thash të dyja qëndrojnë, dhe nuk dua ta fshej që në fakt ajo çfarë ka determinuar më shumë është fakti që ne jemi në këtë situatë, edhe pse dikush përpiqet ta lexojë ndryshe ose nuk do ta lexoj fare, por duke e sqaruar edhe një herë dhe duke ritheksuar për të gjithë ata që duan të dëgjojnë, se ka dhe që nuk duan të dëgjojnë, vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, më së pari e komisionerit dhe pastaj e KAS-it, do të jetë, po flas për rastin e komisionerit të paktën, pasi për atë flas me përgjegjësi të plot, nuk e di se çfarë do bëjnë të tjerët, do të jetë strikt bazuar në kodin zgjedhor. Nuk kemi ardhur akoma tek ai moment që dikush pastaj të bëjë interpretimin që ky vendim ishte i drejtë apo i gabuar apo i mbështetur në ligj apo bazuar në interesa të ndryshme, që gjithë secili i shikon këto interesat sipas interesave të veta, por mbetet e padiskutueshme ajo çfarë e kanë thënë dhe rikonfirmoj që në momentin që do të vendosim për këtë, kjo vendimarrje do të jetë plotësisht në përputhje me parashikimet e ligjit, dhe do të rikonfirmoj që do të jetë një vendimarrje shumë e thjeshtë. Nuk kam asnjë lloj problemi, droje apo sikleti për ta marrë këtë vendim. Është vendimi më i thjeshtë që mund të merret për regjistrimin e një subjekti zgjedhor. Është shumë e thjeshtë. Dhe do të jeni dëshmitar në momentin që do të Cili Bashi ndjes, po I kam dy pyetje të shkurtra. E para, a do të konstituohen KZZ-t pa PD-n? Po, KZZ do të konstituohen sepse do të fillojnë të punojnë, sepse është kuorumi për minimumi prej 4 antarësh, të cilat, domethënë, ky kuorum e bën funksionale Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Dhe për të vazhduar me shpjegimin, jam I sigurt që do keni interes për këtë. Në momentin më të përshtatshëm të mundshëm, do të emërojmë dhe antarët e KZZ-s të propozuar nga Partia Demokratike. Dikush mund të thotë që ç'të duhet ty që shikon në televizion, gazeta, media, të I vendos sipas ligjit. Po kështu është. Po të vendosurit sipas ligjit presupozon edhe të vendosurit me një lloj përgjegjëshmërie mbi fatin e procesit zgjedhor. Momentin që do të vendosim, atëherë do të bëhet gjykimi mbi këtë vendimarrje. Nuk jemi akoma te ky moment. Dy herë të fundit keni folur për grupime, njerëz, institucione që nuk duan të dëgjojnë, të prisin kur nuk dëgjojnë. A mund të na specifikoni kush janë këto institucione që duhet të veprojnë ndryshe? Shiko, po bëj një parantezë shumë të shkurtër nëse keni durim. Dhe me siguri kjo që do të them për ju është shumë e qartë, por ndoshta për të tjerët. Procesi zgjedhor është një proces ligjor, është një proces politik. Mjaft I rëndësishëm, ndoshta më I rëndësishmi në një shoqëri demokratike. Dhe pikërisht për këtë arsye, shqyrtimi I kërkesave që lidhen me subjekte politike, me subjekte zgjedhore, bëhet brenda një afati shumë të shkurtër. Jo më kot, jo pa sens, ligjvënësi, jo vetëm këtu, por edhe kudo në botë,
për çështje që lidhen me veprimtarinë, me sjelljen, me përfaqësimin e partive politike, të subjekteve zgjedhore, ka përcaktuar afate shumë të shkurtra. Thënë këtë, pra, çfarë ndodh? Ka çështje për individin shumë të rëndësishme nëpër gjykata, që lidhen ndoshta me pensionet, apo edhe çështje pasurore, apo edhe çështje të tjera jo pasurore, dhe megjithatë, ligjvënësi dhe sistemi që ne kemi, sistemi demokratik, i ka injoruar të themi rëndësinë e këtyre çështjeve dhe i ka dhënë prioritet një çështje tjetër, shqyrtimit të kërkesave dhe pretendimeve të partive politike, të subjekteve zgjedhore, fateve të procesit zgjedhor. Pra, duhet kuptojmë, dhe shpresoj që ta kuptojmë të gjithë, që këto janë në krye të interesave, sepse lidhen me demokracinë dhe me pluralizmin politik. Thënë këtë, do të thotë që edhe kjo çështja e udhëheqësisë së Partisë Demokratike nuk mund të jetë një çështje që të trajtohet hajde kur të kemi kohën, shikojmë ngarkesën, ndjes për këtë se nuk mundet të jem unë ai i cili do t'i tregoj një institucioni tjetër dhe sidomos gjykatës apo dhe kujdo tjetër se si duhet bëj punën e vet. Masa janë për ligjun atë. Por parë nga jashtë dhe parë edhe si komisioner shtetëror për zgjedhjet, besoj që mundet ta them këtë. Dhe duke thënë këtë, nuk janë duke thënë këtë tjetrën që unë po përshikoj të gjej një mënyrë që ta zgjidhë dikush tjetër, jo unë. Për mua kjo është e thjeshtë. Nëse nesër do të kemi një kërkesë për regjistrimin e Partisë Demokratike, do të marrin vendimin, do ta shqyrtojnë, do të jetë ai vendimi. Nuk ka lidhje kjo fare. Por në kuadër të gjithë këtij diskutimi dhe të interesit të gjithëve për të patur zgjedhje jo vetëm të pranuara në kuptimin formal të rezultatit të këtyre zgjedhjeve, por në përgjithësi të standardit zhvillimit të këtyre zgjedhjeve, duhet të vendosin për disa çështje. Nuk e di nëse është gjykata, ndoshta mund mos jetë gjykata, por nëse dikush strukturë tjetër jashtë gjykatës, institucione politike etj. Shikojnë që këtu ka vend për ndërhyrje, duhet ndërhyrë. Faleminderit.